Nuk ka rëndësi ku ti jeton. Nuk ka rëndësi nëse jeton në një qytet të madh apo jeton në një fshat të largët. Interneti është kudo. Dhe interneti nuk të pyet për moshën, çfarë moshe ke, apo për diplomën. Pyet vetëm nëse ke vullnet. Garancia e vetme në këtë jetë është që ju ta ndërtoni me duart e tua atë biznes. Një biznes online është një aset që nuk ja u merr dot askush. Është një pronësi mbi kohën tënde. Sot ti ke dy rrugë. Të dalësh nga shtëpia dhe të vazhdosh të shpresosh se bota nuk do ndryshoj, po do jetë kjo që është, ose të bësh ti vetë ndryshimi. Mos lejo që frika nga e panjohura të vjedh lirin. Hapja derën kësaj mundësie. Mësoni një aftësi të re. Dhe mos e bëni këtë për parat. Ja. Bëjni për ato minuta më shumë që ti do kalosh me fëmijën tënd. Bëjeni që kur të shtrihesh në darkë, të flesh e qetë sepse e di që ti je zoti i fatit tënd. E ardhmja është digjitale. Ajo po të pret. Je gati ta rrëmbesh këtë të ardhme? Nëse je gati më shkruaj info dhe le të ecim bashkë në këtë rrugëtim.